Fieri ishte ankimi i Zotit Lapaj. Që unë bështet nga Partia Demokratike, pasi si thuash armiku tim është miku im, këtë pasën si ke një mandat PS-s mirësh për PD-n, pavarësisht se nuk i shkon PD-s. Për Durrësin pastaj ankim? Për Durrësin nuk lëviz mandatin nga një subjekt tjetër, por është çështja e rinumërimit të fletëve votimit për kandidatët brenda listës së partisë. Është, më themi, ankimi i zotit Aulion Kalaja, i cili pretendon për, më themi, tjetërsim të votave nga, më themi, shokët e tij të partisë, të cilët garojnë pjesën e hapur të listës. Ai ka dyshime që ka pasur një tjetërsim të vullnetit të zgjedhësve në momentin kur është lexuar vota preferenciale e kandidatëve për deputet, ai pretendon që ka pasur udhëzime edhe për komisionerët apo numëruesit. Nëse flet votimi është shënuar një kandidat dhe është numëruar për një kandidat tjetër dhe kjo provohet që ka ndodhur në masë, ato numëruesit shkojnë për ndjekje penale. I pret, më themi, qëse për staf me këtë themi jo anulluan pushimin vjetor, por mund t'i bëjmë vjesht, ato nuk i bëjmë fare numëruesit. Kuptoj. Po kjo vlen edhe për Tiranën, besoj vlen edhe për Fierin, a? Sigurisht për çdo zonë zgjedhore. Nëse ka pasur tjetërsim në masë të vullnetit të zgjedhësve, sigurisht që shkojnë për ndjekje penale. Nëse ndodh për 1, 2, 3 fletë, sigurisht është elementi i gabimit njerëzor. Por nëse ndryshon pastaj. Nëse ti shef që për çdo kuti nga 10 fletë kanë pasur orientim tjetër, aty pastaj automatikisht e kupton që ka qenë e qëllimshme. Dhe sigurisht që nëse ka, më themi, nuk do korespondojnë shifrat në masë ndërmjet rezultatit paraprak që kanë nxjerrë numëruesit me rrit numërimin, sigurisht që, më themi, i pret një verë jo e këndshme numëruesit e partive politike. Gjithsesi jemi duke folur për raste hipotetike, mbetet për të parë se cili do të jetë apo cili ka qenë mund të themi mënyra se si janë numëruar fletët votimit nga procesi që do të bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po një ankesë të tillë e ka bërë në studion tonë edhe zoti Maliqi në qarkun e Beratis, edhe për Beratin ka patur ankim, por vendimarrje besoj për rinumërim nuk pritet të ketë. Nuk ka pasur kërkesë Berati për rinumërim. Jo, ka patur ankim për Beratin. Sigurisht sot u shqyrtua Beratit, madje u hap një kuti e Beratit, pasi kishte dyshime kuti diasporës blen theksohet, kishte dyshime Partia Demokratike që ai 35 fletë ishin plotësuar nga njëjta dorë, pasi pretendonin që ishte bërë me një shenja ishte identike, shenja e kryqit të hedhur fletën votimit. Këndvështrimin tim, pretendime për çështje kaligrafike janë çështje penale, duhet ekspertizë kriminalistike për të parë nëse është e njëjta shenja apo jo. Po gjithsesi fletat e votimit të diasporës është vështirë që të ta kontestosi sidomos këtë proces fundmi kur më themi fletat janë hapur, janë hedhur në kuti, janë numëruar, e tashmë ti nuk e gjen dot më themi se cilës zonë Greqisi përket apo cili qytet të Greqisi përket. Dhe ne kemi thënë dhe më përpara, edhe sikur KQZ-ja në certifikimin final të thotë gjithë fletë e Greqisë të shpat pavlefshme për shkak pretendimit. Asgjë nuk ndryshon pasi dhe mandate, një mandat ka prodhuar diaspora më shumë nga votimi brenda vendit. Ato të Vlorës. Dhe i Vlorës ishte momenti kur hapën kutitë e votave që kishin ardhur nga Italia. Dhe diferenca u bë tillë që edhe kur u hap Greqia nuk prodhoi, mund të themi, ndryshim mandate. Sigurisht që para se të hapej Greqia ishte një diferencë ngushtë me kandidatin e nismës Shqipëria Bët, por nuk u arrit asnjëherë që ajo diferencë të, mund të themi, të shkonte në limite që mund prodhonte ndryshim mandati. Ndaj, mund të themi, dhe pretendimi që ka opozita për Greqinë do ngelen thjesht pretendime për diskutimet e ardhshme politike, pasi nuk është se kanë ndikuar në rezultatin brenda vendit. Dakor, se nga shtatori do të kemi një komision të ri parlamentar për reformën zgjedhore, kështu që do të kemi të tjera diskutime. Pasi do të rinumërohet Tirana, ose pasi të hapen edhe një herë kutitë e Tiranës, Fierit, Megjasë dhe Durrësit, çfarë ka në dorë opozita më për të kundërshtuar zgjedhjet? Zgjedhjet nuk do të thënë, nëse rezultati mbetet ky që është 13 deputet në Tiranë, asgjë nuk ndryshon në Fier për zotin Lapaj, apo edhe në Durrës Kalaja me të tjerët? Për të bërë një argument disi, më themi, argumentim politik, pse po bëhet kjo shtyrje kaq e madhe në kohë. Në 2021-shin, raporti përfundimtar i Odirit ka dalë diku nga fundi muajit korrik, data 21 korrik, mos ka bën. Zgjedhja ishte 25 prill, 21 korrik doli raporti përfundimtar. Thuajse 2 muaj. Zgjedhjet ishte në 11 maj, nëse ecëm me njëjtin trend i bie diku nga mesi korrikut. Fundi korrikut apo fillimi i gushtit mund të kemi raportin përfundimtar të Odirit. Raporti përfundimtar i Odirit bie të përkojë përpara se sa të bëhet certifikimi final i zgjedhjeve. Dhe sigurisht vetëm gjë që mund të shërbejnë këtë pikë është që ai raport t'i japi më shumë, më themi, argument apo fuqi debatit politik i cili do zhvillohet
për në shtatore tutje. Certifikimi i zgjedhjeve sigurisht që do bëhet, se duhet certifikuar, pasi në kundërt duhet të shkojnë zgjedhjet parakoshme. Këto janë dy elementë, nuk ka, më themi, të presim të ankimojnë çnim kohën. Gjithçka duhet përfunduar brenda muajit gusht, pas në shtator do shkojnë deputetet e ri në kuvend. Dhe nuk mund të shkojë një njeri i zgjedhur i pa certifikuar për të bërë betimin si deputet. Tu pastaj hyn në një terren pa njohur. Dhe duke marrë përballë se gjasat janë që zgjedhjet certifikohen për shkak ankimie, por rrëzohen nga kasi, ky raport përfundimtar i Odirit do ishte bëjë më shumë debati politik, o për t'i dhënë më shumë peshë fjalës opozitës për sa i përket manipulimit, o për t'i dhënë më shumë peshë fjalës majorancës që pretendimet tuaja ishin, më themi, të babazuar. Pasi kemi parë që raporti i paraprak me raportin final gjithmonë ka pasur disa, më themi, dallime të mëdha sa i përket mënyrës se si është shkruar dhe çfarë është shkruar në dokument. Okej.